Kliqi. Në emër të grupit. Apo u tha një e pavërtetë e madhe në raport me precedentin e vendosur në këtë sallë, me shkresën numër 2612 protokolli, datë 22/7/2022, ja ku është dokumenti janë të rrequr firmat për kandidaturën e zotit Bledar Dervishaj në seancë. Dhe sa u tha që kjo që unë përmenda pak më parë isha pa e vërtet. Në seancë, bazuar edhe në nenin 72 rregullore së kuvendit. Tani këtu po thonë shumë pa vërteta. Këtu ju zbatoni rregulloren sa herë ju jepet mundësia për të godit opozitën, keni rregullore. Kur Taulan Balla quan zagar deputetë e opozitës dhe popullin opozitar, nuk ka rregullore. Kur Taulan Balla thyen deputetë e opozitës, nuk ka rregullore. Kur këtu i hyet në familje, në të afërm, deputetëve të opozitës, intimidohen, kërcënohen, nuk ka rregullore. Por kur i kundërpërgjigjesh jashtë mikrofoni me një epitet deputetëve të mazhorancës, ka rregullore. Tani, o do kemi një rregullore për gjithë, o nuk ka rregullore. I ndërpret fjalën zotit Bylyk Bashi, e mira ishte edhe nderin tuaj që t'i jepni të mundësinë të mbaronte fjalën e tij. Të njëjtën gjë bët me deputetin Flamur Noga, po si ka mundësi, ku e keni të regjistruar në proces verbal që e thyu zoti Noga, zotin Balla, që i tërhoqet vëmendjen. Qarë? Ndërkohë që nuk merrni asnjë mas, po e them edhe një herë, për kreun e grupit parlamentar të PS-s, që në çdo seancë që ne vim këtu, ofendon deputetët e opozitës. Tashti, të jemi të qartë, o do të bijem dakord kemi një rregullore për gjithë, ose ka një rregullore Partia Socialiste, ka një rregullore pastaj opozita. Nëse ju vijoni me këtë qëndrim, edhe ne po propozojmë, po mbledhin firmat 28 vet, të shkarkohet përjashtohet nga seanca kreu i grupit parlamentar të PS-s. Tash nuk mund të vazhdojmë më kështu, ky është teatr. Ne kemi një diskutim thelbësor. Kemi depozituar me shkrim të reqen e firmave. E keni qenë datë 5 dhjetor shkresën zyrtarisht me 44 firmat Partisë Demokratike. Sot që ne flasim, ju po doni të fusni në rendin e ditës për vendimin për votim në avokatit popullit, kur nuk keni kandidat të lishëm. Asnjë nga kandidatët nuk ka firmat e deputetëve të opozitës për të garuar. Po e them edhe një herë, para një muaji është paralajmëruar në këtë foltore ky skenar. Është thënë nga deputet mazhorancës që këtë radhë avokat në popullit do ta marrë mazhoranca, do t'i japim dinjitet atij institucioni dhe mundësisht vëmë një patronazhist. Kështu që të ndahemi fare qartë sot në qëndrimet tona. Ne jemi këtu për të patur një proces serioz dhe bazuar edhe në atë kompromis që është kërkuar, kërkojmë kohën e mjaftueshme të mbledhim firmat, sepse asnjë kandidaturë nuk ka firma, dhe të vim me propozim në emër të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Të gjitha të tjerat, ujërat që diskutohen këtu, janë kot heqje vëmendje nga thelbi i procesit. Dhe të lutem, ktheuni ke rregulloria, ke procedura, zoti Bylyk Bashi ka fjalën për replik zonja Topalli dhe 10 minutë që ton për replik dhe 10 minutë që ton do ta konsumoj zonja Tabaku. Faleminderit.